Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Përshëndetje Deno. Përshëndetje Benar. Si je? Jashtëzakonshëm. Mirë. Kam? A je lodh? Jo, më shkaqo me ta çutë, më thuje. Si shkon puna? Mirë, shumë mirë. Super mirë po shkon, faleminderit. Ti si ke qenë? Mirë, ecën duke u zhvilluar si telegraf. Mashallah. Edhe tash desha të bisedoj me ti se profili jot në Maqedoni mungon. Shqiptar normalisht, edhe pse jo të mësojnë diçka për popare, njerëz. Patjetër, me knatësi. Si e shën përgjithësi ekonominë shqiptare në Maqedoni, domethënë prej jashtë, si duket? Po mirë, ekonomia në krahasim që ka qenë përpara ka është stagnuar sa po më, po sa ku mund me vret. Përpara Maqedonia ka qenë shumë më avancuar se sa Kosova, edhe Shqipëria. Po mendoj që tash ka mbet një farë zonë komforit, ku Shqipëria dhe Kosova kanë ecë shumë përpara, ndërsa pjesa e Maqedonisë realisht ka mbetë një farë si po them te zona e komforit që është shumë e dëmshme. Kjo trajnimet e unën që zakonisht e trajtojmë shumë. Zona e komforit ka shkatërru prandurit më të mëdha në botë, ka shkatërru kompanitë më të mëdha në botë, edhe njerëz që shkatërrojnë. Kështu që na gjithmonë duhet me kërku më shumë, me punu më shumë për me dalë vazhdimisht për asaj zonës komforit, dhe më konë proces të zhvillimit edhe të si na që për lindjes, na kem predispozuar, me kem për me rritje, me vazhdu, pa mbas një kohë na filloj mu ndalë, edhe ndalon edhe zhvillimi, edhe kjo mandej mendësia ndryshon, edhe mandej afekton edhe në ekonomi, afekton edhe në çdo fushë tjetër. Dalja nga zona e komfortit, tregom si mund të dalim një hap. A është sfida një prej asaj vetë sfidimi? Kjo vetë sfidimi. Tash të na trajnimet gjithmonë Po. diskutojmë këto edhe me punën e trajnimit që e bëjmë. Kjo pjesa e zonës komfortit ku njerëz ose kompanitë ose po flasim për njerëz ndi vetën komfort, rahat, kënaqur me çato, pak mirë është, faleminderit për Zotit, mjafton që kjo për mua. Po për me dalë për aty është ekziston zona e frikës. Okej. Ku njerëz të frigohen Për me bëu diçka më shumë. Me bëu më shumë diçka, më angazhu më shumë. Më e keq atë na është që ndodh, është se nëse ti punon më shumë tjetër ka me qesh. Okej. Që ky po punon, Po. sa din kërkohet, s'ja vlen, ande këne një arsuetime Po ti dështon. po dështon ne ande këne, edhe ti vazhdimisht kimë më kthy prapë çat zonë komfort, po le mirë është. Me të me thonë, kjo na mendojmë që këtë gjona që kem, do të veç të ne shqiptar, po gjithë kanë bëhet funksionon që njetë. Ideja është nëse ti pëzojmë si udhëhec i kompanisë, je kërkon dikon për ekipës tonë, atë kush ka me qëndru sot jashtë orare, po më duhet me kryu këtë projekt, me kry. Kanë largoni, këshëm jo në zonë me punë, ti drejtohesh me, pëzojmë, Arsema, po që është lutë me më ndimu, jo kam plane. Plane kja se, ka me pi një kafe me dikon. What the fuck? Atin, o ma më rëndësi puna, o një kafe me dikon me pi. Ndodh kjo shpesh. Ndodh, ta që është që po du me lidhë me ato që njerë që pritojnë me dalë, me jashtë asaj, jo kënaqur me ato që kanë, edhe mandej tash për me kalu qatë zonën e frikës, që ka throjnë tjertë nëse unë punoj më shumë, ose nëse dikush e merr punën prej çati grupit që te ki propozu, e merr dikush të që unë për krytojnë, dhe pse për merr ti punën dhe ne? Po nuk paguhesh. S'paguhesh, s'ja vlen, po na prish punën dhe neve. Atin, Po. nëse më thonë bravo Venar, shumë mirë e ty e zhvillu, marrë të mushtiunë me ty kush me marrë punën, unë ty të ndikoj të ti penalizoj, jam të në humnerën teme, ngreja o ty të poshtë, s'lo më zhvillu, edhe thëmë, më s'puna as ti. Që kjo është që mandej, për me kalu këtë zonën e frikës, është e zona e zhvillimit, është realisht zona e mësimit. Okej. Ku mësojnë njerëz të si trajnohen. Ti je këtu. Po unë jam çat pjesën e trajnimit, mësimit, edhe mandej është faza tjetër, është e pjesa e zhvillimit, ku ti kur janë nisë më trajnu, më aftësu mërë se cili do profesion, nëse për marim tash kjo pjesa e zhvillimit, të mësimit, to është profesioni më i miri, studenti më i miri në botë, për exempel, doktor, architekt, IT, çdo fushë, ose gazetari të kjo. Nëse thotë që unë jam më i miri në botë, edhe nëse nuk vazhdo mu trajnu, mu aftësu, çka ndodh me to?
Bllokohet që aty. Bllokohet që aty. Po. Çdo ditë nëse marr mjekësinë, çdo ditë po ka bana të reja, metoda të reja për me kryu, pajisje të reja, edhe virusa të ri, virusa të ri. Po. Po. Ti automatikisht je jashtues. E për këtë arsye edhe doktorat vazhdimisht trajnohen, edhe arkitektat, çdo fushë të na, e bukura kësaj në punës tona që e bëjmë na, është që të na marrim pjesë trajnime profesorë të ndryshme, a ki doktora, avokata, a individë që janë direkt shite, udhëhecat kompanisë, pronar, e marrin edhe gruan, edhe fëmijët, çka nuk kanë profesion që s'kan marrë pjesë në që s'marrin pjesë trajnime. Kështu që çka pjesa e mësimit, e mandej mbas pjesës mësimit është pjesa e zhvillimit, i kupton, krenasi të reja, kalon në zonën e zhvillimit, ku ti arrin qëllimet e tuaja në jetë, i te kalon bile edhe më mirë se sot që i ke menduar të kalon, se ti po mëson, po fiton më shumë, po zhvillohesh më shumë, po ngritesh karrierë, i plotson ato tujat, i vendos objektivat e reja, qëllimet e reja në jetë, edhe është një proces i pandarshëm. E kjo është çfarë procesi për me ikë më largu prej asaj zonës. Ti je trajner i shitjes. Yes. Unë do ta them një definicion që du ta diskutojmë, a është ashtu si e mendoj ajo. Për mua shitja është gjithçka, domethënë duke nis prej shkollës fillore ku ti duhet të shitesh se je më i miri në klasë. Po. Edhe pastaj të mesmen, fakultet, martesën, ku ti duhet shitesh para familjes, gruas apo burrit se je më i miri si Po. zgjedhje. A është ashtu? Shumë saktë. Shumë e thjeshtë, domethënë mënyrën se shumë e bëjnë të madhe këtë punën e shitjes. Shitja është gjithçka. Gjithçka është. Pajtona plotësisht na ti tash me desh fëmijës tonë me jap një ide, dush me ashit ide pse më mësuaj. Po. Ose pse më ta kryj, pse më ndihmoj ty. Si dush më ul me negocu, me ashit idenë tonë. Gruas tonë që ashtu. Po. Klientit ton, produktin ton, një shoqëri kur je, ti dush me shit idenë. Po. E kjo është një aftësi. Aftësi që mësohet dhe vazhdimisht përmirësohet se ka sana të reja. Dinamika shumë e madhe e gjanave, refuzime të reja, kundërshtime të reja, ti gjithmonë dush më konë trend përmirësimit vazhdueshëm e mësohesh në deti. A është më lehtë të shesish produkte a shërbime? Është më po mbarët tash çush për mua njëjtë, përderisa ti ja den vlerën e produktit, Edhe beson. edhe beson të fuqimisht, edhe beson në ato që ka me përfitu klienti me ato që ti kimi ja, atëherë nuk ka më rëndësi o produkt është shërbim. Më rëndësi që ti me besu në ta, me besu që do me bashkëpuntua, i ka me po hajrë për teje, edhe e me ndiqa që atë energji që për një me nuk e ka do në me mashtru, nuk po do me ja marrë veç para, po do në mishtu vlerë, edhe për mu është njëjtë me mbishit realisht. Marrë të sa e donë, sa e beson, edhe shumë elemente, edhe sa e zoti. Po, normal. Sa e zoti. Krejt është të zotësia, domethënë edhe puna gjatë pas fakultetit tregon se fakultetin nuk është ndonjë kriter bazë për ti më punësu në një punë të mirë, pasi fakulteti këtu te ne është bë fars. Po. Edhe nëse dalim për jashtë katrorit, edhe bëjmë diçka më të mirë, ajo do të thotë se është zotësia jo. Do në tregon ti ke kontakt shumë me të ri nëpër kompani që i trajnon punëtorët e tyre. Tregon a ka dembela nëpër kompani? Po, veç pas parti isha plotësu që punë e fakultetit, ato që ta shumë pëlqej. Vënar, njerëz ajo pjesa e fakultetit që unë mendoj që gabimi më të madh që të na që e bojnë njerëz që shkon fakultet, të kryen fakultetin, mandej me njerë vazhdo me master. Po. Që gabimi më i madh, ti nuk mundesh me shku me bë master, po pas asnjë ditë eksperiencë. A ti shkosh master, master është i mjestër i punës tënde. E ki kry fakultetin, je shku provoj, i ki bojë 4-5 vjet mira, je ballafaqur me problemet që trajtohen, edhe mandej ti ki me shku me masterizuar atë punë. Po. Me pas shembuj për me shembuj, po. E jo kur i shoh ka njerëz që, hey, kam edhe këtë master, kam dy master, what? A ki ditë punës që mu lidh me ato që the. A ki ndonjë përvojë punës, a ki jo s'kam asnjë ditë përvojë. Ku po thon ti? Apo probleme që kompleksohen njerëz, mandej mendoj që dijon shumë. Po. I mbivlerësojnë vetë, mandej s'po pranojnë se janë shumë i vlefshëm, s'po vlerësojnë, po ti jaran, kur kush vet, a ki diploma jo. Po. A je zoti me punu vëlla. A do me kryqet punë, sa do me pru rezultat. Jo veç kompanisë, ti kim punën që e bën, ti kimi pru rezultat vetes, familjes tonë dhe mandej kompanisë. Se njerëz gabimi më të madh që e bojnë, mendoj valla
Qirak po do me bo firmën, jo. Ti mas parti qirak ki me bo veten, Po, familje tonë e mandej edhe kompaninë. Kjo është një sen, një cikël E e lidhur. zinxhir e lidhme. Tash po kthehem te kjo pjesë Dembele. e Dembeleve. Dembela, unë mendoj që ka Dembela, se unë hiq atë zonën komforit. Dhe unë kjo puna e Dembelis, Dhenar, unë mendoj që është problem në familje. Okej. Aty nis. Problem, aty nis. Edukimi në familje, nëse ti nuk ki edukat familje për punën, ti ki më kon problem. Me çty, me Të çty. shty me thonë ti bro, shoh, puno, tu ka jap një mundësi për një kompani me punu, ti tush me gra punë, me bo më të mirë më shumë, atë që thonë. Si lodh bre, s'ta din kur kosh, S'ja vlen, po po. s'ja vlen, bre, po le, bre. Fëmijën e vet, prindi e sa ka thonë. Raste tjera, kur një pronar, një biznesmen, ose biznesoj, fëmijës vet i thot mos u lodh. Se ka kush punon, për shembull, babi ka biznesmen, I'm princess. nona vend, Unë jam princesë. Princesh, po. Ka kush punon për mu. Ti me qenë shembull për këtë punojës e tjerë, Po. me karë grej punës, me thonë valla që djallë ose vajza e pronari, po punon si maksimalisht do të po maksimum më kushtyll, ti i sakaton fëmijët tu për mos me punu, më konë shembull i keq, edhe mandej çfarë po prap të punojnë me tjera, apo mendoj që punojnë ata? Never. Unë mendoj që kjo pjesa e edukimit familjen aty duhet me ndryshu, percepcionin për punën, me tregu që puna edhe me fe pra është. Po. Puna është ibadet, thonë, është obligim. Po. Edhe kur e bën punën, jo shka po me bo mas mirë të që të më. Ne a punojmë për të jetuar, a jetojmë për të punuar? Kjo shumë për të mirë, punojmë për të jetuar. Unë mendoj që njerëz punojnë sipërfaqësisht, është një farë këndvështrimi them. Veç sa mos me thonë, veç hajt. Po. Unë prap po lidha me atë pjesën e trajnimit, unë them që nëse dojmë me bo një punë të mirë, nëse na dojmë me qenë të respektuar shoqni, i kem me disa shembuj konkret, për edhe ndoj në një rast me një shëndetit jepi shumë rëndësi, me edhe mushqim, edhe mushtrim, edhe njerë njafë shkoj pishin me në tu, me Veronin shanë, me djalin tem, a i shkoj me trajner për me në tu në njërë profesionale, edhe po më përshëndet njerë njoni, njerë, dyja, trejerë, më vike kjesë, s'më kujtoj kje kush është, përshëndetit të njës përshëndetje, thosh. Edhe një ditë po më zënë në fund pishinën, sa të njës, që bune, e mirë që e, thosh, që ti që bune si e, thash, që ki punë, thash, po që e besa mës me thonë, këtu s'bën, këtu kesh, këtu katastrofë, mu ja nisi me meritu fort, atë. Thash, apo më falë, apo më ndihmon, qysh be thash, këtu mirë është, thash, ti që e ki punë, thash, mirë, katër zote, jo më shash, e kom familjen mirë, e kom punën mirë, takoj çdo ditë njerëz mirë, kënaqna me to, i shtoj vlerë, i shoh rezultatet e tyre që bojnë, a dini është çfarë klasia më e madhe që është. Ti thash, ndihmo me kuptu ku jam taku me ty. Tha unë jam berber, tha. Thash unë që e ki punën e mirë, thash, ku që edhe po më tregon një lagje, thash super punën e mirë, ja, katastrofë, këtu njerëz tek njerëz poshtë, njerëz këtu s'bën, këtu duhet me dalë jashtë, thash anisi më meritu dhe më ndjerë u largova. Thash, në kushte normale ndoshta isha ul me ta, edhe një kafe mande me pi, po kisha pa diskutuar me ta, bile ndoshta isha shku dhe më qell thej. Po na nuk shkojmë te me qell se ai ka me qell ty vetë mos me thon. Toksik, po. Toksik është. Që thot ai për punën e vet, po punoj sa mos me thon, edhe ty ka me qell sa mos me thon. Nëse më thon ai zotni, hey, unë kam një punë fantastike. Unë i bëj njerëz mundi më mirë, më të ri, më të freskët, ajo freskia e bëm 2-3 javë. Do më jap energji, më jap vlerë, edhe të unë vin profesione të ndryshme, njerëz për nivele të ndryshme, knoshta me to, s'kam nevojë lajme me hiç. A ki pa berberat, frizerkat, edhe taksistat i krejt. Cia. Bash, kështu që aty më se me mallnu, çka mësoj për kësaj në trajnim i tham. Edhe me marrë shënim, ti sa më shumë që ti vlerëson punën tënde, aq më shumë kanë me të respektu, edhe me të vlerësu tjerë. Ati ku fol ti për punën tënde, sy gjithë do të më bëj. Me shkëlqy, unë e bëj këtë, bëj ato. Ai edhe nëse s'ka njetë më ardh, ai ka marrë me ul me veç me ndal me ty. Ose ka me ta shu dikon për shkak energjisë. Për shkak energjisë që transmeton, për shkak vlerës që sakton. Kur të mundë me thon ti valla po ke shumë i mëshëm, nëse ti fillon më anku për punën tënde, ti s'ka ka mirë, ka pas kaluar. O vajtosh? Vajtohem, plotësisht. Tash i kritikojmë të rrit me drejt se secila
branshe e shoqërisë duhet të kritikohet, tregom tash kompanitë si duhet të transformohen për nevojat e të rinjve. Pasi shumica e kompanive nuk janë të vetëdijshëm se kanë ndryshu gjenerata edhe të sillen me punëtorët si në kohën e Titos. Bravo. Te kjo pjesa e trive, ka plot djemë dhe vajza tri që janë shumë ambiciozë. Takoj shumë, janë zakonisht ambiciozë, që janë për që dojmë punën, që dojmë u zhvillu, edhe bashkëpunësa, shpirti na kënaq kur i shoh. Kur më dëgjoj që unë jam ty punuj, ka dy puna, punoj ka 12 orë, ta zemra thon. Bro, shumë, se si njerëz i vynë këtij vendi to, Po, ta që zhvilloj. punojnë, që zhvillojnë, që ecën përpara, që jo, asnjë njerëz që rrinë të ditë në telefon, edhe ankohen vazhdimisht. E tash ka duhet udhëhecët e kompanive duhet mu përshtat me kushte të reja, me njerëz të isë edhe që ta udhëhec kanë qenë tri, gjenerata para tyne kanë thonë që këta Po, i kanë paragjyku, i kanë edhe na çka do të bëj tash se udhëheca do të mu përshtat, më afro kushte, pa, kryesisht pse e parë është kushte. Një, në cenin kryesor, nuk ka më rëndësi ka njerë, që unë që se unë shumë shpesh, kur bëj kompani trajnime, e marrë edhe e bëj një vlerësim të knatësisë punonjësit në kompani. Edhe shumica e rasteve më thonë që nuk është rëndësi paga sa është trajtimi. okay. Se ti e trajton, e respekton, e vlerëson, i jep një hapësirë të mirë për mu zhvillu karrierën me kriju, a din komunikon një njerëzore me ta, ai ka më shkri për ty. Se ti e trajton keq, atëherë mos prit kurrëzuar, nuk kosh për kurrëzu. Nëse ti e thën ato, e thën moralin, ai nuk ka me po herë me kërkon. S'ka me nxirr më të mirën, kështu që duhet me gjetë një gjuhë përbashkët, edhe me afru, me gjetë mënyra, me pas durim, se di që shumë sipërmarrësa për shkak ngarkesës që kanë, obligimeve në biznes, atëse një sipërmarrës nuk është lehtë më punë, Po, ka shumë obligime, ka shumë ngarkesa, ka njerë i hupi nervat, dhe s'kan kohë dhe nerva më marrë, e kështu që duhet me gjetë pak njerë, me qetësu që jo domosdoshme për zhvillimin e të kompanisë, me gjetë një mënyrë, me kriju raporte me ta, edhe me zhvillu bashkë kompaninë. Atin, ka njerë i thamë, trajnime thamë që a muj me marrë leje të zotri që unë para gjithë që kjo zotria, punojësi kompanisë, është partner kompanisë e ti, pa investu asnjë cent. E qysh? Thoshte, dhe shkon ky te gruaja vet, te baba vet, te nona vet, dhe thotë që unë jam partner kompani. Sa më shumë që punoj, aq më shumë fitoj. okay. A din që me ndi si të veten. Po, Apo kupton, kur e ndi si të veten, kur i thosh valla po punoj, unë nëse punoj më shumë, unë kam fitu më shumë. Jo pjesa e me pjesë atëherë edhe mendësia krejt është lidhur me mendësinë. Nëse po të thotë që unë po punoj për venharin, edhe valla s'ti jam atin, as ma atin, ato se jep maksimum. Kur thosh, hey, unë jam pjesë e kompanisë, unë s'kam as obligime të atim, as shpenzime, as rroga, as dame, furnizime me mall, me ato, kur zhvis. Veç punoj, fitoj edhe më shumë, edhe vlerësona, ngrit në karrierë, veç percepcionin e punës me ndru, me gjetë atë gjuhën e përbashkët mes punëdhënësit dhe punëtor. edhe punëtorit, besoj që arrin mrekullina. Një send që frigojnë njerëz, po do me plotësu këta, udhëhecit e kanë një gabim që e bojnë që se ti e jep një kompliment, nëse thosh që ke bën një punë të mirë, ti rretet mendja, mendon që po ti po zaventsueshëm. Po. Apo do të lëshon punën, ta lyp rrogën e kështu me radhë, më të madhe edhe kjo gabim që unë mendoj që duhet me vlerësu, i ki bërë që të punë mirë, bravo, shumë mirë, punë e presë që te, prej te që mundesh me bërë dhe ma mirë këtë punë. E di mos me alun të në kohën që valla më ki bërë qira, po një me, unë e pritet e mija, që kjo që vëtë. Unë me dhësë që ti mundesh me fitu ma shumë, më rritë ma shumë edhe me ngritë. Kështu që në një mënyrë me gjithë bilancin që edhe me bu mundi mirë, po edhe me angazhu, me përfumu edhe ma mirë, se ka gjithmonë ma mirë. Patjetër, patjetër. Prej këtyre problemeve, dy elemente që po përmendëm, punëtori, dembel edhe shefin që nuk e kupton punëtorin, Yes. a janë dy arsye kryesore madhore pse ndodh brain drain, domethënë ikja e trurit? Po, mundet po një pra arsye është shkak kryesore. Unë mendoj që prapë këtu te na ka hapësirë
shumë shpesh me punu me fitu ma shumë se sa jashtë. Ka plot njerëz që janë super suksesshëm në çdo fushë. Apo don doktor, apo don biznes, apo don gazetar, apo don arkitekta, i kanë shumë punë mirë. Se punojnë ja, japin hakët punës, edhe punojnë biletë për jashtë. Marrin projekte, edhe ideja është me ndru percepcionin që edhe këtu ka mundësi me, po nuk ka veç jashtë. Se ka plot njerëz që na mendojmë ka njerë, na i vlerësoj shumë diasporën që kemi jashtë, përkrajet që kemi, po nuk jon krejt që i kanë punë mirë. Ka plot që ballafaqohen me sfida shumë më të mëdha se sa na që jemi këtu. Ka plot që kanë pas sukses, kanë gra punës, shumë respekt për ta. Po unë mendoj që edhe këtu ka hapësirë, nëse japim hakin punës, se bëjmë mas mirëti, edhe këtu ka hapësirë për me u zhvillu e me ecë përpara. Shumë një temë që është këtu është ma mirë këtu në Zvicër, ose në Gjermani, ndë këtu për Ballkan, se Kosova dhe Maqedonia thuaj se janë në të njëjtin nivel. Po. Të rit, veç se mo e kanë kuptu më ato që i njo, e kanë kuptu se mund të aprovojnë edhe këtu. Pasi rroga rritet, domethënë në kohën e fundit rroga minimale në Maqedoni është bo me vendim qeverie 400 euro, edhe ka protesta dhe tentime që të bëhet edhe më lart. Për sa vjet mendon, thjesht diskutim, nuk do të thotë se ti e vendos ose unë e vendosi. Për sa vjet mendon se njerëzit nuk do të shkojnë për idare në Zvicër e Gjermani? Mendoj që gjithmonë ka me shku njerëz. Gjithmonë historia e njerëzimit ka pas migrim. Po. Para 2000, 3000, 5000 gjithmonë ka Bota lëvizje. është një shtet nomad. Yes. Gjithmonë ka njerëz që kanë me dalë, me kërku fatin, kanë qenë rrethonat ndryshme që kanë me ndiku për me dalë jashtë, ose sociale, ose familja, presioni, ose kanë pas arsye për me dalë jashtë. Po, pra po mendoj, po me provu me all-in me i, edhe në send njerëz nuk duhet me kuptu në send që brenda natës nuk mundesh me bëj suksesëm në asgjë. Po lyp shumë kohë për kushtim, angazhim maksimal, murzu, unë ka njerë thëmë që kur zohesh, veç e fshim plonin klap, edhe të qosh apet, e merë goditje me biznes, një jetë, në sfit, edhe me partnerin tënë, që ka të shme bo veç, Po fshi edhe me vazhdo. fshi ndër frizurën pak, edhe gaz për para, se për ndryshe, po dorëzove ti valla ja, me janisë ma ku, ti që kur ka bojt me shku, ti me qasi mendësie, gjithmonë kemi të shtu, gjithmonë kemi mërzu. Denon për fund, për ta mbyll me lumturi. Tregom mëngjes si ti jesh i lumtur. Unë kam qenë disa nga konferencat tua, edhe qosh mëngjes si është Denisi i lumtur. Okej. Rutina kryesore mëngjes si që una, mos parti falenderona për krejt mirat që i kam, shëndetin, familje, punëtor, kolegët e punës që i kam. I kam klientat jashtëzakonshëm që i kam. Falenderona edhe për miqt bashkëpunëtorë, sikur se ty që të kam klientin, këtë rast klientin. Një ato më vlera që dikur si ka Allah. Po. Një, qatë cëllën e boj mandej, cëllën e parë që shkoj, është fitness, boj ushtrimet mira dhe sa të lodhna mirë, vi, të është funtushit apo me u staf pashtu mu aktivizu komplet me grit rezistencën dhe temperaturës jashtë, edhe me shumë energji dalë punë se du punën teme. Shumë, jam gjallë me punë ka 12 orë, 14 orë, dhe hitë se kom të lashë, nuk një lodhe, nuk taj, unë lodhe vesh kom dojnë të lashë po planifiku që atëre, ose më prasisht në njerë kur s'kom qka në po, edhe atër gjej punë diçka, mrami ashtu, edhe mrami prape, po që edhe njëtë, i falenderona për krejt që i kam, edhe bingjëm. Kjo është një rutinë që kam në praktikisht. Jo, se cili e ka këtë punë e mëngjesit rutinës. Po. Tregom, pas jemi vetruar edhe përgjegjësia jone për bashkët, e jona si medium edhe ti si intelektual është me thonë një shembull që ke gabu në komunikacion edhe që nuk e përsërit më.
thjesht për çështje sensibilizimi për ta përmirësuar mënyrën e të voziturit. Okej. Sendim që ku gabu është kanjera prej intervalit kohor se kam shumë mërzime më vunu në takime. Rrugës duar prej Kosovës sot, kam vozit pak më shpejt se sa që duhet. Kam të kalu ato kufizimet e shpejtësisë, që nuk ka qenë gjaja e dunës që po të bo. Edhe tjetër diçka që rreziku më i madh është shpejtësia edhe telefoni, përdorimi i telefonit. Unë kryesisht e përdori telefonin, e kam mbajtur në telefonit aty edhe zakonisht dëgjoj libra, audiobooks, që kohën me kalu të mësu diçka të re, edhe për veti, edhe për me nda madhe me njerëz. Edhe këto ndisha dhe mu shpërqendru në telefon me dorë edhe pak shumë problem. Ose që është ku ka rreth atyre që bëhet kaos. Edhe është arsyeja kryesore që ndodhin dy gjanat, telefoni, trafik, probleme që ndodhin, fatkeqësitë, shpejtësia dhe telefoni. Mos shoni shpejt, mos e përdorni telefonin. Yes. Edhe ta kisha sugjeru duke vozit, unë ndëgjoj gjatë gjithë kohës e ndëgjoj Unikatilin, Okej. edhe është si hapur edhe thuj se që 20 vjet voziti nuk më ka ndodhur të kem aksident. Apo, okej. Gjatë gjithë kohës jam, edhe emision bëj, kujdesem për kontentin, për mbajtjen e emisionit, kujdesem për të bo shikim me misafirët, Aha, edhe se më ka ndodhur kur gjë. okej, mashallah, bravo. Lumt. Falemnderimi i takon Zotit, ko thjesht është mënyra se si e përgatiti veten për mëngjes, rutina e vozitjes së mëngjesit. Okej, super, super. Dhe në shumë falemnderit, është kënaqësi të të kem në emision edhe të të shfrytëzojmë për sendet mira në Maqedoni. Derit shumë, dhe për te, edhe piftoj gjithë pjesëmarrësit, realisht gjithë cilët e ndëgjojnë këtë emision, na bashkëngjiten në trajnimeve tona, se ka shumë lera janë transformuese, ata që dojnë me mu transformu, vetëm ata që dojnë, ata që dojnë mos të lajmërohet lirisht, Mos harxojmë parë. mos harxojmë parë, se s'na vjen ato parë tyne. Edhe më thënë që ai që është një investim që bëhet një herë e që gjatë gjithë jetës ka me fitu pjesë ai. Po. Për trajnime që marrin, sikurse që marrin kompanitë dhe individët që vinë prej gjitha vendeve të ndryshme të botës. Po, do t'i keni informacione se si mund të kontaktoni Denisin. Faleminderit. Kënaqësi. Kënaqësi vëtej. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga